Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë se si me i ndo format. Për ta bërë këtë ushtrem, shkoj këtu, zgjedhë këtë, klikoj këtu, pastaj me tastin e majt vetëm klikoj këtu në hapësirë edhe shfaqet kjo. Tani për momentin këtu zgjedhë 3. Kjo na mundson prej 6 këngë domethënë me kthyn 3 këngë, e bëna me 3 kënde. Okej. Hapi tjetër, klikoj këtu, zgjedhë këtë line, edhe shkoj këtu te poshtë. Me shifti më mundëson me bu drejt. Nëse ju nuk i keni vendos drejt këtu në mes, sajna, mundi me selektu të dyjat, edhe pasaj na shfaqet kjo mundësia, klikomi këtu dhe qesmi në center. Duhet mu siguru që ngjyra është e njëjtë edhe formës edhe strokit. Me thonë të dyjat e kanë ngjyrën e njëjtë. Pastaj, i selektoj të dyjat edhe klikoj të kjo vegla këtu. Edhe shikoni, ku të shkoj me mouse B si duket ndarja. Klikoj një herë këtu, mjaftoj, bum, u bë. Tash selektoj vetëm këtë pefshi, ndërsa këtu, shikone, u bë ndarja, edhe këtë selektoj pefshi, me delete. Okej, hapi tjetër, me tastin e djathtë, zgjedhë këtu ellipse tool, do me thonë rrethin, bëj kështu. Pastaj, bëj me këtë line këtu një vijë horizontal, një vijë vertikal, me shift, dhe më thonë shifti më mundëson një bukë kështu drejt, i selektoj të 3 lajera tu, center, dhe më thonë edhe horizontal edhe vertikal. Okej, kam center, edhe këtu sigurona që me pas ngjyrën e njëjtë, që shikoni, kur nuk është ngjyra e njëjtë e qet me pikë pyetje. Shikoni kështu, kur e bëmi ngjyrën e njëjtë, atëherë den ngjyra që tash të kanë ngjyrën e njëjtë. Okej, hapi tjetër prap, shkomi te kjo. Edhe vetëm klikomi këtu një herë, këtu një herë, këtu një herë, këtu një herë, edhe shikoni që këtu vija tani i selektoj, i heki, i fshilë më thonë me delete, edhe shikoni si ndahen format. Okej, i selektoj këtu, delete, për marrë edhe një ushtrem tjetër, për marrë 4 orin për krijoj me shift, do më thonë njërë proporcionale, gjithashtu edhe forma tjera edhe rrethin e krijova me shift njërë proporcionale. Po e marrë këtë line, po tani nuk pëmbaj shtypër shifti, po vetëm po shkoj kështu diqë. Si? Okej. Pi selektoj të gjitha, po shkoj prap, gjyra njëjtë mu pëmbaj. Okej. Janë selektu me hapi tjetër, po shkoj këtu, edhe vetëm po kliktoj këtu një herë. Pastaj, klikoj 2 herë këtu, edhe e ka mundësi me vazhdu. Këto e selektoj e fshi, edhe këtë e selektoj e fshi me delete. Po, kjo ishte një mënyrë si me i ndo format.